Filmat tuaj të preferuar, të cilat keni planifikuar të shkoni të shikoni me familje apo miq, mirë po nuk keni mundur të dilni për shkak të pandemisë. Tani mund t'i shikoni në balkonin e shtëpisë tuaj. Doku n'Balkon është një iniciativë që ka për qëllim të përkujtojë qytetarëve të Prizrenit që në këtë kohë pandemie të kujdesin për shëndetin e tyre, duke mbajtur distancën sociale dhe po ashtu të argëtohen duke shikuar filma. Erol Bilibani, udhëheqës i Dokulab, ka thënë që kjo iniciativë është marrë pasi që jemi të mbyllur dhe të jemi së bashku duke shikuar filma. Programi ynë Doku n'Balkon është një iniciativë të cilën e kemi filluar tani në këtë kohë, kur na kërkohet të shndrojmë në shtëpi, e kemi orarin e përkufizuar televizjes, dhe ne përmes Doku Balkonit kemi vendosur që t'i sjellim disa filma në disa lagje ku ka ndërtesa të larta dhe ka hapësirë të mjaftueshme publike ku mund të projektohet një film, qoftë në ekranin ton, qoftë në ndonjë mur ekzistues të lagjes. Ne filluam me filmin Balkoni të autores Lendita Zinçiraj dhe dëshirojmë të falenderojmë edhe Lenditën edhe Bujar Kabashin, producentin e filmit, që na e lejuan përdorimin e filmit të tyre për këtë program. Ne filluam javën e kaluar në lagjen Ortakov te hapësira e njohur si te Bunkeri dhe kishim një numër të madh të qytetarëve që shijuan filmin nga balkonet, nga dritaret e tyre. Kjo iniciativë është pritur shumë mirë nga qytetarët. Për këtë arsye, Erol Bilibani ka thënë që do të vazhdojmë edhe në lagje të tjera të Prizrenit. Kjo na shtyr që të mos të ndalemi dhe të vazhdojmë në këtë program. Ashtu që mbrëm shkuam në lagjen Bartarane, ku është një park i vogël, ku arritëm që në park ta montejmë ekranin ton dhe të shfaqim dy filma, një film të shkurt nga produksioni i Dokufestit, filmin Balkoni. Dhe kishim një numër të konsiderueshëm të njerëzve të cilët dolën në balkon, dolën në dritaret e tyre, dhe nëse një aplauz është tregues se a janë kënaqur, atëherë ne mendoj që ata janë darë të kënaqur. Mbrëm, përderisa të premten shkojmë në hapësirën e njohur si te Kullat, ku janë ndërtesat e larta, po ashtu dhe do të mundohemi të gjejmë një hapësirë ku sa më shumë qytetarë të shikojnë nga balkonet e tyre. Edhe të shtunën po ashtu do të kemi shfaqje. Doku n'Balkon mirëpret qytetarët t'i bashkohen iniciativës së tyre, që duke mbajtur distancën sociale të shijojnë filmat që shfaqen.